me neve në studio, në emisionin e mëngjesit, kemi nderin dhe kënaqësinë që këtë mëngjes të kemi të ftuar afaristin Lam Kallaba për të folur për sezonin turistik si ishte dhe si vijuan këtë sezon. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit tuaj, kënaqësia ishte ime. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën të jeni këtë mëngjes me neve për të bashkëbiseduar pak a shumë edhe për temën se si ishte sezoni turistik për juve si një afarist këtu në qytetin e Ulqinit. Na tregoni si ishte ky sezon veror për juve si afarist? Si duke mos u mundur të ikim nga e përgjithshmja, domethënë situata në përgjithësi ka qenë më dobë se vjet, për një 20% ndoshta me shifra, por gjithsesi kjo ishte, kthim prapa s'ka, ecim përpara dhe shpresoj që të marrim mësimin për të ardhmen. A keni vrejtur ndoshta ndryshim në numrin e klientëve vendas dhe turist këtë vit? Jo, ajo ishte klientela ishte zakonshmja, Ulqini gjithmonë e ka një të mirë që nuk të lënë rënë, gjithmonë ka, por unë mendoj që problemi ishte vetëm tek ne, se që ka pasur më pak. Tash medet të bëjmë të pim një kafe me vete, të bëjmë analizë, pastaj të bisedojmë edhe me të tjerat edhe që të mundemi të gjithë së bashku që sezonin tjetër bilet jemi më mirë edhe më të përgatitur edhe që të korrim sukses. Pse e thoni këtë pikërisht sepse është problemi tek ne? Çfarë duhet Ulqini më tepër të promovojë? Çfarë duhet Ulqini më tepër të jap? Kur e thoni këtë që është problemi tek ne, tek qyteti? Problemi, unë mendoj personalisht që problemi është tek ne, sepse kemi filluar të jetojmë me të thënat të tjerëve, me teori. Ulqini ka qenë i njohur si destinacion i bukur, për atë çka e ka dhënë Zoti, por gjithsesi ka qenë i njohur edhe për mikpritjen, për çmimet. Këtu besoj që kemi bërë gabime. Këtu ka gabime, ka vend për korrektesë te çmimi, te mikpritja. Edhe unë mendoj që ne duhet të kthehemi edhe të pim një kafe me gjyshërit tanë, me baballarët tanë, me ata të cilët e kanë bërë Ulqinin kjo që është sot, kanë dhënë kontribut që Ulqini të jetë, sepse Ulqini gjithsesi është destinacion shumë i njohur edhe shumë i ëmbël për turistët. Kështu që ne duhet të kemi kujdes që mos ta humbim këtë, sepse kam frikë që jemi bërë shumë komercial. Ne duhet më tepër të shesim apo më mirë të dhurojmë emocion, të dhurojmë mikpritje, të dhurojmë atë çka tjerë paranesha kanë bë, gjeneratat paranesha kanë bë, sepse këtu ka njerëz që kanë dhënë shumë për turizmin, kanë dhënë shumë për Ulqinin, edhe nuk guxojmë që t'ja lëmë dorë politikës apo njerëzve të cilët nuk janë shumë profesionist, apo edhe nuk kanë edhe shumë rezultate. Duhet më tepër t'i vlerësojmë rezultatet, edhe të bisedojmë me ata njerëz se çka duhet bëjmë na sot që të kemi rezultate më të mira nesër. Ju si afarist, cilat kanë qenë ato sfida që ju keni hasur gjatë këtij sezoni? Po të them drejtën, unë jam simpatizues i punës, që të punojmë shumë, që të shërbejmë sa më mirë. Probleme ne më tepër është problem në përgjithësi i Ulqinit, domethënë ka çmime të larta, duhet ta pranojmë. Tash këto vijnë edhe prej qendrës, prej Malizish, bëhet destinacion i shtrenjtë, por gjithkush fillon prej oborrit vet. Ne duhet njëherë të kthehemi edhe të mendojmë çka ka qenë interesant para 5 viteve në Ulqin, çka kanë feedbackun që na kanë dhënë ose informatën kthyese turisti. Ka thënë që Ulqini është i bukur, Ulqini ka çmime të lira, edhe Ulqini ka mikpritjen. Ta analizojmë çka kena bërë si mjet. Nëse i kena bërë të 3 ata, atëherë diçka s'është, por unë besoj që këtu na mungon ne. Për atë them që ne duhet të ndryshojmë veten,
që të kemi rezultate më të mira, edhe të bisedojmë me njëri tjetrin, edhe ta përkrahim njëri tjetrin, sepse jemi duke, se kur është puna të çmimet, domethënë ne lëm hapësirë edhe të tjerëve që të vinë. Unë mendoj Për të na vizituar. Po, jo për të na vizituar, po, por të na vinë edhe si konkurrencë. Po. Sepse janë flug edhe kapitale të mëdha. Na jena për investime, na jena për na duhet mi bën investimet duhen bëhen në koordinim me vendasit edhe që të gjithë së bashku të ecim, jo që të bëhen ndryshime drastike që mos njihet Ulqini nesër mos nesër për çka ishte njoft historikisht. E vërtet. A ka ndikuar ndoshta edhe sa ka ndikuar lëvizja e çmimeve të derivateve në punën e juaj? Çmimet e derivateve kemi folur edhe përpara, ata janë çmimet që i dirigjon shteti, edhe aty nuk ka pas ndonjë lëvizje të madhe, domethënë edhe me regionin kanë qenë pak a shumë normale, domethënë kemi qenë aty ka mesi. Unë jam shumë i kënaqur me shitjen e derivateve, por duhet jemi gjithë kënaqur. Se nëse vetëm një, ose 2, ose 3 biznese janë të kënaqur, atëherë nuk është në rregull. Duhet jetë i gjithë Ulqinit punojnë, prej atij që jep 2-3 apartmane, që marr një kafeteri, që marr një restoran, që gjithë ne duhet jemi të kënaqur sepse kështu rritet qyteti. Vërtet. Edhe gjithë ata biznese që janë të Ulqinit, para duhet të vetë theksi të bizneset të Ulqinit mas pari se kërku. Edhe të populli i Ulqinit, të banorët të Ulqinit që ta përkrahim njëri tjetrin se gjithë ata që fitojnë €1 këtu, ata edhe e investojnë këtu. Për të mirë, për mirëqenien e këtij qyteti, për rritjen e këtij qyteti, pra na duhet një komunikim më i gjatë me gjithë njerëzit, me gjithë bizneset, edhe që të kemi pak a shumë rezultate më të mira, bile më të mira se vjet, që të kemi jo si vjet që kemi pas rënje, por pak a shumë bile për 1 milimetër të jena më të mirë se vjet. E vërtet. Më tregoni, keni pasur ndoshta dhe keni hasur në ndonjë ankesë nga turistët apo ato që i keni të përvitshëm klient për këtë vit, për çmimet, për Ulqinin? Për çmimet ka pas ankesa, domethënë që ishte edhe atë kena vrejtë edhe vetë. Për shembull ka pas çmime që mas flas cilat fusha, po që kanë qenë shumë të larta, në fund verës kur ishte po që ishte mush puna atëherë kanë zbrit për 60%. Nuk është në rregull, na duhet të jemi të kujdesshëm në këtë punë se një sezon është, kjo ka lënë, tash duhet të presim deri sezonin tjetër që të korrim të ardhurat tjera, kështu që duhet të kemi kujdes me çmimet, duhet të kemi kujdes me shërbimin, se edhe shërbimi ka ra, domethënë kur vjen dikush të paguën, ti duhet të japësh shërbim si duhet, mirësjellje, mikpritje, sepse ne jemi vend që shesim emocion, që shesim përveç plazhit, sepse me paret e veta njeriu mundet me hangër, me pi ku dën. Nëse nuk sillen mirë, atëherë nuk e kena punën mirë. Pastaj është edhe një problem infrastruktura, domethënë, edhe infrastruktura, domethënë duhet gjithë njerëzit cilët janë dëvuar nëpër detyra caktuar me bë punën e vet si duhet. Drejtori i sjellshit të jetë ashtu siç duhet, në vend që duhet edhe me përgjegjësi për këtë qytet, se ky qytet një ditë pa ujë ka humbje, ai që merr apartamanin, ai që merr restoranin, ai që gjithë kanë humbje. Pastaj edhe turistin nëse 3 ditë ka ardhur me pushu dhe i ka qelluar që 2 ditë mos me pas ujë ose rrymë elektrike ose këtë ditë, atëherë ai nuk vjen herën tjetër, nuk është në rregull. Kështu që na duhet të kemi kujdes për secilin turist, për secilin mosafir të kujdesemi, të japim kujdes të veçantë edhe të dhurojmë emocion të veçantë, shërbim të veçantë për parat që ai paguon. Ju duket që ky sezon është pak më gjatë se ai që ka kaluar apo edhe nga kushtet ndoshta klimatike varet kjo? Patjetër shtatori ka qenë shumë më i mirë se vjet. Shtatori, unë mendoj që shumë biznese i kanë nxjerrë, bile i ka prunë një nivel që mos me pas humbje, shtatori ka qenë shumë i mirë, por unë them edhe një herë, Ulqini është vend i mrekullueshëm, na duhet punojmë shumë që atë që na ka dhënë Zoti edhe na më dhon diçka që me marrat çka duhet, çka meritojmë, besoj. Sezoni turistik tashmë mund të themi që edhe po përfundon edhe ka përfunduar pak a shumë.
Ju si afarist, si përgatiteni për fillimin e sezonit tjetër, por ndoshta edhe për këto muajt e gjatë, mund të them, të dimrit? Sezoni ka përfundu, dhe më thonë është një për një, ka marruja punë, por kja ishte vetëm një kapitull. Tashti do të merremi edhe me dimrin, por ne do të merremi më tepër për përgatitjen për sezonin tjetër, se nëse marrim që dimrin me punu stabil, edhe me një zero pozitiv, por të rujmë bashkëpunëtorët tonë, të rujmë bashkëpunëtorët cilë punojmë gjatë kohës, sepse gjithë ka nevojë me punu. Nuk mundet me punu 3 muaj ditë dhe mas me punu këtë pjesën tjetër. Ne duhet me gjetë një modus që me keni i përshtatshëm për bashkëpunëtorët tanë edhe për ne. Ka i koha që sinqerisht punëtorët kanë punu me rrogë shumë të vogla, tash kanë nru kohnat, edhe ne duhet t'i përshtatemi kësaj. Nëse nuk e shohim këtë, atëherë jena në problem. Ne duhet t'i shohim për shembull gjithë ato njerëz, ato djemë, ato vajza, ato gra që bashkëpunojnë me ta si investim, si pjesë të biznesit tonë, që edhe ato të kenë mirëqenie edhe na të fitojmë diçka. Unë mendoj që në këtë drejtim duhet me punu shumë, që me majtë ekipin, sepse njerëzit e bashkëpunëtorët vendas janë më të mirë. Mund të illnohen tjertë, mund të mos illnohen, dikuj t'i vinë keq. Keni pasur ju ndoshta edhe punëtorë nga jashtë me tepër raport? Kam pasur edhe nga jashtë, jo shumë, një 10%, por vendasit janë vendas. Pse thoni ashtu? Nuk të lënë rrenë, nuk të pret në besë, atë që ka merresh vesh të krynë deri në fund nuk ka. Gjithsesi ishte kulturë, ndoshta edhe përputhën me mentalitet, por gjithsesi unë mendoj që vendasit janë për notën 10. Unë gjithmonë them, unë marr vetë për mi vetë gabimin, ç'a mundem me përmirësu. Tash a gjem ose gjem vetën është punë tjetër pastaj është. Gjatë kësaj periudhe, ju gjithmonë jeni punoni dhe jepni një shembull ndoshta edhe për brezin e ri. Sa ju duket që brezi i ri edhe ka dëshirë për të punuar në këtë pjesë për turizëm, për të jenë afarista të mirë? Shihni që brezi i ri ka të njëjtën kulturë kështu siç e kanë pasur ndoshta edhe baballar dhe gjyshrit tonë? Mendoj që të ka një vakum, një pjesë që na mungon, një pjesë të zinxhirit që duhet të plotësohet, por besoj që me kohën do të sanohen këto, sepse sektori privat është sektori më i goditur tash. Njerëzit që kanë investuar ose që kanë gjithë jetën kanë investuar për këtë qytet, ata është e vërtetë që kanë fituar për vete, por edhe kanë ndryshuar rrjellën për mirë të këtij qyteti, pak pyeten në krahasim me politikën. Unë mendoj që politika duhet më tepër mi kushtu kujdes biznesit, njerëzve të cilët kanë dhënë për këtë qytet, sepse ka njerëz që kanë bërë plazhet shumë të mira, që kanë bërë që Ulqin nuk ka qenë i njoftën, është bërë i njoftën me plazha të caktuara, mos të flasim me emra, gjithsesi me restorane, me hotele, që kanë ndryshuar rrjellën për mirë të këtij qyteti. Me ata njerëz bisedohet pak shumë. Ato njerëz që kanë në mesin tonë, duhet t'i konsultojmë, duhet të bisedojmë edhe duhet të ndrojmë, sepse nuk është puna më e rëndësishme të punosh në komunë apo të punosh në një punë të shtetit. Nuk është puna e shtetit ajo që është më mira, besoni. Tu ka shumë vende për biznese të vogla, nuk do me punu për rrogë, perfekt, është mas miri. Qel një biznes se tu ka shumë vend. Ka shumë vend për çdo iniciativë private, biznesit, iniciativë ka jetë koha, ka ndru gjenerata, na kena mrit në kohën e inteligjencës artificiale, dhe më thonë, nuk kanë ndru gjanat, që është komuna ma qendra botës, që është politika qendra botës. Do të disa mekanizma tjerë e shtyjnë këtë qytet. Jo veç pa tjetër që politika është pjesë shumë e rëndësishme, por jo më e rëndësishme. E na kam frikë që politikën e trajtojmë si pjesën më të rëndësishme të qyteti. Ashtu kam atë mendim që na duhet mindru pak për në qofë se dona rritje ekonomike, mirëqenie për këtë qytet,
mendim ndryshe edhe të jemi shembull pozitiv, siç që na kanë nish Jugosllavi, një ulçen i vogël, po ka qenë shembull për njerëzit që kanë punuar në turizëm. Cili do të ishte ai apel nga juve si një afarist tashmë me përvojë për të gjithë ato që kanë dëshirë të merren me biznese, me turizëm dhe me të gjitha këto që të kenë sukses, edhe për brezët e ri, cili do të ishte ai apel nga juve që keni përvojë në këtë pjesë? Ma pak gjumë, ma shumë punë edhe përkushtim edhe dashni për këtë qytet. Sepse nëse i mërrim këta me punu, mi dhuru dashni këtë qytet edhe mi dhuru mirëqenje, se ne gjithmonë mendojmë, sa kena fitur na, po mirë, sa ke fitur ti, okej, sa i gëllon këtë qytet, sa i është shembull i mirë për tjerë, sepse gjithë njerëzit tonë, kur shkojnë jashtë, kanë shumë sukses. Por, asnjëherë nuk e përmendin që atje punojnë shumë më tepër se sa punohet këtu. Ai punon me gjysmën e asaj sa punohet jashtë, edhe besoj që kena me pas shumë rezultate të mira. Ndoshta jo vitin e parë, 2, 3, sepse çdo biznes, çdo iniciativë, çdo kërkon kohën e vet që ta marrë veten edhe të vinë aty ku duhet, por ka hapësirë. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ku bashkëbiseduam për këtë temë, për sezonin turistik, për juve si afaristë si ishte dhe për këto këshilla të bukura që i dhatë edhe për të gjithë ato që janë duke na ndëgjuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju për ftesën, ju uroj një ditë të mbar ju edhe gjithë shikuesve të televizionit. Faleminderit, ju urojmë suksese.